Jo, nuk i ndron fjalët Aleanca, nuk i ndron fjalët Ramushi. Për mua është mesë qesharake me thonë që AK-ja Ramush Haradinaj nuk i ndron fjalët. Veç sa na i kanë ndru fjalët për një san shumë të madh. Qysh si ndron edhe për demarkacionin, qysh si ndron edhe për krejt tema tjera. Me ardhë vetëvendosja pushteta mesin pa viza? Unë mendoj që veç vetëvendosja mund të pru vizat. Ta që 17 vjet i kem s'na i kanë pru. Mundën këta apet me premtu vitin e ardhshëm. Belejnieva do për 3 muaj than. Po nuk vijnë vizat me këta. Për shkak se mos harroni, koalicioni i krimit është kriteri i dytë, duhet mu luftu krimin këtë vend. Aja mermenja kujt që Kadri Veseli lufton krem Kosova? Faleminderit, koha. Dardani mo i ka një fundit do kravatën edhe tisë Albini e ka vënu. Tani keni vënu veç tisë e ka vënu, e ka duran. Nëse vetëm ja kritik për neve është kjo puna kravata, faleminderit, tjerat po na i pranojnë. E dyta, unë nuk i thash Ramushit kriminal, i tha Ardiani, unë i thash koalicioni i krimit, sepse Ardiani bashkë me Ramushin nuk najten me opozitën, po shkun të Kadri Veseli. Këta i kanë thonë Kadri Veselit që është organizat kriminale. E kanë nënshkru një komision hetimor në Parlamentin e Kosovës për me hetu një organizat e cila kriminale që është shik, e të cilin Ardiani kanë bështet. Kjo është e vërteta, kjo është koalicioni i krimit, këta e në shku në gjitë krimit, nëse këta i thojnë vetit kriminal, po vjen keq, e bajshim me shnet. Tha, jeni himat parti që sini duhet me hi besa, më falë, zonja Gaxheri. Me kon jeti hala, me kon nuk ka ullet në tavolini sa Mustafa. Do më thonë për ju, s'ko ka tërë kër jeni ju, po ko ka tërë kër dikush tjetër. Mu po m'pëlqen që koalicioni i krimit dhe ky koalicioni i dështimit kënej po shohën kush po shkon me PDK-n. Edhe të dy palë për i thojnë një tjetërës, jo ti e me PDK-n, jo ti e shku me PDK-n, për mu kjo as njona as tjetra s'paraqet kur fa alternativa. A diçka, unë nuk kom dash mu kap me kolegët e opozitës, po masi që unë shove Dardan, nuk mundet me u marë Prishtina si simboli suksesit. Pa ta vendosë që me këtë koalicionin që ka dështu me PDK-n, e tash unë e quj koalicioni i dërzimit se këta e ndërzu, po du mi thonë veç diçka. E di që edhe LDK-s, po edhe alternative zemra i dhanë që se kanë Prishtinën. Po Prishtinën e ka njep qytetarët Shpenda Ahmetit dhe vetëvendosjes. Me një mëj që shorë, keni me e pa apet, a ka dështu Shpenda Ahmeti ajo? Apo më duke ta vetëvendosjes për pëlqen që po thot që Isa Mustafa o konë kandidat ma i mirë. Apo tune që ashtu? Unë e fillova me besu... Kryeministër i mirë. Unë e fillova... Kryeministër i mirë. Jeta, fillova me besu, kur ra qeveria, du LDK-ja tha, kem zhvillu 4%, e kem rritjen ekonomike, e kem luftu krimin, e kem luftu korrupsionin, kryeministri ma i mirë në herë Isa Mustafa, thashta, unë zbesova, po thashta, po besojnë, vish kur thanë, jo speqesim këto, pa Abdullah Hotin. Atër thash, qka u bomër, Faleminderit, më falë, 2 minutë. Kështu që mos e manipuloni publiku. A menime që shore shojmë kush është përpara në Prishtinë. Unë s'pe kuptoj pësë është nërvaz i lirë, për një mes për kuptoj. Zakonisht e një shumë të relaksum, po s'pe di qa ka gjithë sonde. Unë e kam jetë më marrë me këtë koalicion e krimit, po e kryva me ju, ju i një dërzu, nuk kam garë me ju. Bohi gati. Për mi pa koalicionin e madhë të qeverisë Dardani me pa, qysh s'ka me pas krim në Kosovë, e qysh s'ka me pas korupcion në Kosovë. Me gjithë qef publikisht, për thëmë, shumë kisha pas qef me ndodhë që ja, veç me PDK-n e Kadri Veselin. E këta që ju kanë ranë gji krimit, unë nuk di qysh bëhet, me kriminal nuk di qysh e këtë krimi. Në ditë Ardiani unë kalzu edhe i besaj. Unë nuk po du me u shtymo me LDK-n, se për një me po du me u shtymo me këta, se këta e problemi Kosovës. Për mu këta nuk janë. Ta nuk ekzistojnë mungar, si pas me, mos filmohen, e falenderoj Besa Gaxherin edhe Ilir Dedën që i bojnë presion Skënderaj Senit me thonë që s'shkojnë me PDK-n. Se qëtu të vogël falshin. E unë për i thëmë, unë për e pyti, a është të vërtet që ka përdo Skënderaj Senit se Besës dhe Ilirit edhe i besoj. Për i thëmë sinqeresht, kom probleme për i besoj për këtë pikë. A mo Hakiru Gova ka dalë publikisht dhe ka thonë nuk kemi vijat kuqe për PDK-n. Unë i tut na leadershipit LDK-s. Me krejt njerëz të luftës, me krejt patriotat e Kosovës kemi bo qeverinë. Mës tani, i vonje Dardan ti, i vonje, ka patriotat tjerë. Para juve ka. Je shumë vonë me i shit patriotizëm na kuj, shumë vonë. Jo, ty mas shumë ti munda me të shit, po na kalf ju me... Je i vogël, je vonë, je i ri, kur gjo heq, kërka, heq, asiden nuk e ki. Kur kanë qenë familjarë në luftë e kohën në Gjakovë, ma ki kalzu vetë ki thirë në telefon, mi mësu që me përdorë kompjuterin për Gjakovë, Ardian, këtë punë e denë shumë mirë, mos falni për lufta o kry, hajde të falim, që me luftu krimin. Po du me kalzu jeta që këj puna krahit luftës nuk eksiston. Eksiston krahu i krimit, i korrupsionit. Faleminderit Dardan koha. A dy qysh janë këta takës? Kur gëzohen për veti, menojnë që gëzohet krejt Kosova. A këja shumë e vogël.
Edhe e dyta, veç edhe këto. Nëse ka subjekt politik në Kosovë, dhe nëse ka individ politik ose person politik në Kosovë që krejt angazhimin e sakrifikon për çështje personale, unë nuk di ma shumë se sa vet aleanca. Krejt aleancë dhe nismen, krejt atë kundërshtim e sakrifikoj për mu bo mandatar për kandidat për kryeministër.